Nëse ti la nenët direkt mbasi ke konsumuar një vakt ushqimor, ti je duke bërë vetes një nder pa e kuptuar, sepse je në lëvizje, je duke përdorur muskujt. Dhe muskujt kanë nevojë për energji të cilën e marrin duke përdorur sheqerin, glukozën, që ty të është rritur në gjak mbasi ke konsumuar vaktin ushqimor. Dhe ajo që është shumë interesante është që në këtë rast ti e përdor glukozën nëpërmjet mekanizmave që nuk kanë nevojë për insulinën, e përdor direkt. Insulina është hormoni që rritet mbasi rritet sheqeri në gjak, mbas një vakti ushqimor, dhe sa më i lartë jetë, aq më të plogësh në ndjema të lodhje ndonjëherë mbas një vakti ushqimor. Është faji i insulinës. Në këtë rast, kur ti je aktiv, kur ti lëviz, muskujt fillojnë të përdorin glukozën dhe më pak insulin nevojitet për t'u prodhuar. Sa më pak insulin prodhohet, me kalimin e kohës ti je më sensitive, përdor më mirë insulinën, shmang diabetin dhe përmirëson diabetin. Tani në studime shkencore nuk është përdorur larja e enëve, u mora një shembull praktik, por në fakt është përdorur ecja, sepse është diçka që matet më lehtë dhe standardizohet më lehtë tek pjesëmarrësit e studimit. 10 minuta ecje në ditë, vetëm 10 minuta ecje mbas vaktit ushqimor, sidomos brenda 0 deri në 30 minutave të para, përmirëson sensitivitetin ndaj insulinës dhe përmirëson gjithashtu diabetin e tipit 2 tek ata që e kanë. Mund të ecësh duke folur në telefon me një mike, mund të nxjerrësh qenin, mund të vesh muzikë dhe të kërcesh nëse je në një darkë duke festuar diçka, gjithçka që ty të bën të jesh aktiv fizikisht.